E dini lidhjen e Turian Hyskës dhe Rudina Magjistarit, një histori e vjetër e shumë viteve më parë. Produkt 28, një prej grupeve më të dëgjuara dhe më të preferuara të viteve 2000, ka qenë edhe grupi i preferuar i moderatores e njohur të ekranit Rudina Magjistari. Këtë preferencë ajo e ka thënë edhe herë të tjera në publik, por Turi nuk e kishte dëgjuar më herët. Të pëlqej Rudina është goxha vlerësim, thot ai, ndërsa moderatorja ja deklaron edhe një herë publikisht hapur preferencën dhe njëkohësisht keqardhjen që djemt e talentuar nuk vazhdojnë të prodhojnë më muzikë si dikur. Modest Turi nga studio e Rudinës tha se muzika përveç të tjerave është kimiqë, ose e ke ose nuk e ke. Fabi dhe Albani, dy miqtë e tij të grupit, kanë qenë më të talentuar, ndërsa Turi kishte tekstet. Dy çunat kanë qenë më të talentuar se unë kam pasur tekstet, por muzika është kimi. Kur fillon të bëhet muzikë për hir të nuk vlen më. Sot ka ndryshuar kohët. Atë kohë edhe atë lloj morali, unë them se e kemi bërë mjaft mirë atëherë, tha Turi. Dhe me që merrej me tekstet, ka pasur edhe një varg për Rudinën dikur me këngët Misi im. Kënga, konkurrente në këngën magjike të 2008-s, u pëlqye shumë në publik, ashtu si shumë këngë të tjera të djemve, edhe për shkak të vargjeve që kishte brenda. Gjatë kolazhit të disa këngëve, u transmetua edhe vargu për Rudina Magjistarin, e cila në atë kohë ishte moderatore e programit të Kam Zemër. Unë njo Misin, do të jetë si Fatos Nano, dëgjonin Vamulën, adhuron dhe Celentanon, kontrollon si Josefina, e ka zemrën si Rudina, e buzë si Angelina, performon si Adelina. Duke sqaruar tekstin e këngës, Turi thot se Misi në atë kohë ishte një kontekst fizik, shëmbulltyra e zonjës së bukur me të gjitha tiparet dhe veçoritë e këtyre grave, edhe pse vetëm prej vitesh e she larg muzikës, Turi ndihet me fat për kohën, por edhe për njerëzit me të cilën punoi. Duke e përmendur Shpëtim Sarracin dhe Dr. Florin, Turi tha se disiplina e tyre për të bërë muzikë të mirë ishte e pakrahasueshme. Një gjë për të cilën jam fatklumë është fakti që ne kemi bërë muzikë. Kur ka bërë muzikë për Shpëtim Sarraci, ne kemi pasur disiplinën e Shpëtim Sarracit, kemi qenë në kohën kur Piro Çako prodhonte muzikë shumë të mirë. Ndoshta njerëzit nuk e kuptojnë, po ajo kohë ka qenë fantastike. Jam shumë e fat për këtë.